Çka po ndodh në Mitrovic? Procesi i numërimit në Mitrovic është ndërprerë përkohësisht me vendim të prokurorisë. Aty kanë zbarkuar edhe njësitë e policisë, përfshirë njësitë speciale të policisë, edhe forenzika, edhe hetuesit. Siç mund të shihet në webfaqen e KQZ-s, numërimi është ndërprerë në 23% të votave. Ky ndalim ka ardhur pasi komisionerët e PDK-s kanë vlerësuar se ka paragjallësi në numrin serik të fletvotimeve. Pra, numrat serik nuk përputheshin me qendrat e votimit, që i bie që një fletvotim që i ka takuar një klase është gjetur në një klasë tjetër. Problemin e numrit serik e ka pranuar edhe KQZ-ja, e cila e ka quajtur gabim në shtypje me printerin mekanik. Këtë gabim e ka pranuar edhe kompania që i ka shtyp fletvotimet. Sidoqoftë, KQZ-ja, që është institucioni i pavarur, ka sqaruar se ky gabim teknik nuk ndikon në asnjë mënyrë në integritetin e procesit. Sipas KQZ-s, numri total i fletvotimeve të shtypura është i saktë. KQZ-ja ka lëshuar një tjetër reagim ku ka treguar që gabimi i evidentuar në Mitrovic është hasur edhe në Gjakov. Tash shumica mediave janë fokusuar në Mitrovic edhe për shkak të garës së ashpër gjatë balotazhit mes VV-s e PDK-s. Përtej kësaj të vërtetat të KQZ-s, është pastaj edhe terreni i rrëshqetshëm i përplasjeve mes partive, mes pretendimeve të PDK-s dhe vetëvendosjes. PDK-ja tashmë ka kërkuar zyrtarisht rivotim në Mitrovic. Shumë eksponentë të vetëvendosjes kanë hedhur poshtë të gjitha dyshimet e ngritura nga PDK-ja. Pretendimet e partive duhet me i marrë me rezervë, sepse janë palë në këtë garë. E vërteta e tyre është e pjesshme, e anshme. Në demokraci duhet me u besu parimisht institucioneve të pavarura si KQZ-ja, që drejtohet nga një gjyqtar i Gjykatës Supreme. E udhës është që edhe raportimet senzacionale e me pompozitet të disa mediave, të cilat konkludojnë me lehtësi për vjedhje votash në Mitrovic, të mirën me rezervë. Në fund të ditës, hetimi ka filluar dhe duhet pritur raporti institucioneve përgjegjëse. Nëse ka pasur shkelje, ato do të qartësohen në hetimet e këtyre institucioneve. E deri atëherë, le t'i besojmë fakteve, jo zhurmës, dhe rrini qetë.